Ish kryeministri Sali Berisha u pyet për rreth 2 orë sot në SPAK lidhur me dosjen e 21 janarit, por doli nga ambientet e prokurorisë së posaçme i hutuar dhe i revoltuar. Berisha ngatroi 2 herë datën, duke folur për 11 janarin dhe sulmoi kreun e SPAK-ut Altin Dumani për heshtje dhe veprime të papërshtatshme. Ai akuzoi SPAK-un për propagandë të banalizuar dhe tha se dëshminë e tij e kishte dhënë sipas ligjit, ndërsa zyrtarët e tjerë shpërndan atë në media pa autorizim. Kryeministri Edi Rama mori sot fjalën në kuvend për të prezantuar projekt buxhetin 2026, por u përball me një opozitë të zhurmshme. Deputetët i kthyen shpinën duke shfaqur pakënaqësi ndaj qeverisë. Rama reagoi me ironi dhe tone të larta duke u drejtuar opozitarëve, më mirë shpina se sa fytyra juaj, dhe duke komentuar edhe protestat e pak mbështetësve jashtë kuvendit. Ai theksoi se buxheti për vitin e ardhshëm, me vlerë 8.9 miliardë euro, nuk sjell rritje taksash, ndërsa 1 miliard lek do të përdoren për menaxhimin e mbetjeve urbane, pa shpenzime për inceneratorët. Rama vuri në dukje sukseset e qeverisë në rritjen e eksporteve, trefishimin e tyre që nga viti 2013 dhe menaxhimin efikas të ardhurave nga TVSH dhe strategjinë afatmesme fiskale. Gjatë fjalës, tensionet u shtuan edhe brenda opozitës, ku disa deputet nuk ju bashkuan koreografisë kundër Ramës, duke treguar ndarje të brendshme. Kryeministri nuk la pa ironizuar edhe këtë situatë dhe sfidat e përditshme politike. Ai kritikoi çdo përpjekje të opozitës për prokurori popullore dhe ironizoi ata që dalin në rrugë pa efekt. Kuvendi i Kosovës votoi sot kundër qeverisë së propozuar nga Glau Konjufca. 53 deputet kundër, 56 pro dhe 4 abstenuan. Konjufca u përpoq të siguronte mbështetje nga opozita për të shmangur zgjedhjet e parakoshme, por doli pa marrëveshje politike. Kabineti i tij ndryshonte pak nga ai i Albin Kurtit, me vetëm një zëvendësim në Ministrinë e Infrastrukturës. Dështimi e detyron presidenten Vjosa Osmani të shpallë zgjedhjet e parakoshme brenda 40 ditësh, që nga zgjedhjet e 9 shkurtit Kosova është në krizë politike 10 mujore, pa qeveri funksionale, duke thelluar pasigurinë dhe duke lënë shtetin në vend numëro. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër pas deklaratave të sekretares së brendshme britanike Shabana Mahmoud për dëbimin e 700 familjeve shqiptare pas refuzimit të azilit. Rama ja konsideron veprimin zhgënjyes dhe një përpjekje për të stereotipizuar shqiptarët, duke theksuar se ky komunitet kontribuon neto në ekonominë britanike dhe përfitimet e tyre janë minimale. Rama kujton suksesin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Britanisë në kontrollin e migracionit, duke akuzuar Londrën se retorika e tillë është demagogji dhe dëmton marrëdhëniet mes dy vendeve. Ai kërkon që politikat zyrtare të mos drejtohen nga stereotipet etnike dhe thekson nevojën për thellimin e bashkëpunimit në siguri dhe mbrojtjen e kufive. Pas vizitës së ministrit të jashtëm gjerman, Johan Wadephul, ambasada gjermane në Tiranë thekson se Ballkani Perëndimor është prioritet dhe mbështetet fuqimisht në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Gjermania vlerëson dinamikën e reformave në vend, por paralajmëron se antarësimi në BE varet nga zbatimi i plotë i tyre. Ambasada nënvizon nevojën për përparim të vazhdueshëm në sundimin e ligjit, lirinë e medias dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas saj, SPAK është një institucion kyç për të garantuar drejtësi efektive, duke krijuar besim tek qytetarët dhe mundësi të barabarta për zhvillim ekonomik dhe shoqëror. Presidenti Bajram Begaj po zhvillon një vizitë zyrtare në Prag me ftesë të presidentit çek, Petr Pavel. Në takimet dypalshe, fokusi ishte integrimi evropian i Shqipërisë, bashkëpunimi ekonomik, kulturor dhe çështjet e sigurisë europiane. Begaj vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Çekisë për procesin e antarësimit në BE, që nga dorëzimi i aplikimit në 2009 deri në avancimet në 2022. Ai falenderoi gjithashtu për mbështetjen ndaj Kosovës dhe rritjen e bashkëpunimit ekonomik, sidomos në turizëm, energji, inovacion dhe arsim. SPAK ka reaguar ashpër ndaj vendimeve të GKK-s që dënoi shefin e operacionale Soltion Bistrin vetëm për zbulim të akteve sekrete me 3 vite burg dhe e liroi menjëherë pas zbritjes së dënimit. SPAK kundërshton pafesinë e Bistrit për korrupsion dhe pastrim parash dhe do të apelojë vendimin, duke përfshirë edhe heqjen e sekuestrës për pasuritë me vlerë 1 milion euro. Paralelisht ish prokurori Xhevair Lita, i dënuar fillimisht me 6 vite, u la i lirë pas një dënimi të reduktuar në 3 vite e 4 muaj. SPAK do të ankimojë gjithashtu vendimin për të, duke kërkuar drejtësi në rastet e korrupsionit dhe nxjerrjes së akteve sekrete. Prokuroria Vlorës ka sekuestruar pasuri me vlerë 3.5 milion euro në pronësi të 55 vjeçarit Agron Lamaj, i cili është në kërkim ndërkombëtar nga Italia për trafik droge. Lamaj u arrestua më 10 tetor teksa tentoi të hynte në Shqipëri nga Rinasi, pasi rezultonte i shpallur në kërkim nga autoritetet italiane. Ai është dënuar me 7 vite burg nga gjykata e apelit në Firenze për trafikun e kokainës, të kryer në vitin 2007 në bashkëpunim me persona të tjerë nga Holanda drejt Italisë. Pasuritë e tij janë sekuestruar në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës.
Rreshtet intensive kanë shkaktuar përmbytje, rrëshqitje dherash dhe ndërprerje shërbimesh në disa qarqe, në Korç, Pustec, Pogradec, Devoll dhe Voskopoj. Lumejnë dhe rezervuaret kanë rritur rrezikun për rrugët dhe banesat, ndërsa ekipe emergjencash po punojnë për pastrimin dhe normalizimin e situatës. Në Fier Lumi Vjosa ka arritur nivele kritike në fshatin Kashisht, duke kërcënuar tokat bujqësore dhe banorët janë në alarm. Në Sarandë dhe Delvin, ujërat e turbulluar kanë ndërprerë furnizimin me ujë dhe kanë përmbytur disa shtëpi, ndërsa rrugët kryesore mbeten të bllokuara. Edhe në Vlorë, lagjet historike dhe bizneset po përgatiten me thasë rëre dhe izolime për të shmangur dëmet nga përmbytjet e mundshme. Autoritetet po monitorojnë situatën 24 orëshe, ndërsa prurjet dhe rreshqet intensive rrezikojnë të shkaktojnë situata emergjente në orët në vijim. Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar raportin mbi cilësinë dhe verifikimin e ujit të ambalazhuar, duke konstatuar se sistemi aktual nuk garanton sigurinë e qytetarëve. Institucionet përfshirë AKU-n, ISHP-n dhe NJVKSH-n nuk zbatojnë ligjin për monitorimin dhe analizimin e ujit. Laboratorët nuk janë të akredituar dhe bashkëpunimi mes tyre mungon. Analizat nuk kryen sipas planit. Disa qarqe nuk marrin fare mostra, ndërsa të tjera analizojnë vetëm parametrat e pjesshëm. Edhe në pikat kufitare, uji importuar nuk kontrollohet. KLSH ka rekomanduar rishikimin e procedurave, akreditimin e laboratorëve dhe vendosjen e kontrollit të plotë nga burimi deri te tregu për mbrojtjen e konsumatorit. Presidenti amerikan Donald Trump ka lejuar CIA-n të kryejë operacione të fshehta brenda Venezuelës, ndërsa SBA ka vendosur aeroplan mbajtësen USS Gerald Ford në Karaibe. Burimet thonë se këto operacione mund të shtrinë rrugën për një fushatë ushtarake më të gjerë, pas dështimit të negociatave sekrete me qeverinë Maduro, e cila kishte ofruar dorëheqje të mundshme pas një tranzicioni 2-3 vjeçar. Trump e ka quajtur Maduron terrorist dhe nuk përjashtoi dërgimin e trupave amerikan, ndërkohë SBA ka kryer sulme ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge dhe po shpallin rrjetin kriminal Cartel de los Soles si organizatë terroriste të huaj, duke rritur tensionet ndërkombëtare dhe duke mbajtur opsionin e dialogut të hapur me udhëheqësin venezuelian. Gjatë natës, Polonia ngriti avionet luftarak dhe vendosi sistemet e mbrojtjes ajrore në gatishmëri maksimale pas sulmeve të reja ruse ndaj objektivave ukrainase. Aeroportet e Rezov dhe Lublin u mbyllën përkohësisht për të siguruar operimin e aviacionit ushtarak, ndërkohë Rusia raportoi se forcat ukrainase goditën Veronezhin me raketa Atacams, të cilat u neutralizuan, por shkaktuan dëme materiale. Në Kharkiv, sulmet e natës me dron dhe raketa plagosën mbi 30 persona dhe shkaktuan ndërprerje energjie, duke lënë autoritetet në gatishmëri për riparime dhe stabilizim të infrastrukturës. Skualifikimi i volejbollistes braziliane të Dinamos, Nayara Ferreira, ka tronditur opinionin sportiv. Menaxheri i klubit Andi Berati konfirmon se lojtara tashmë ka lënë Shqipërinë dhe duket se eksperjenca e saj në këtë vend ka përfunduar. Sipas Bareti, kjo situatë erdhi pas kërkesave të ekipeve rivale, kryesisht Pogradeci dhe Vllaznia, që tentuan të penalizonin Dinamon jashtëfushe. Ferreira është e tronditur dhe ka kërkuar mbrojtje ligjore, ndërsa klubi pret përgjigjen për analizat e testit të gjinis. Dinamo vazhdon garën pa asnjë nga lojtarët më të forta të saj, duke u përballur me mungesën e saj në fushë. Partnerja Cristiano Ronaldos, Georgina Rodriguez, mori pjesë në mbrëmjen nga gala të presidentit Donald Trump në New York, duke tërhequr vëmendjen me një fustan të zi, me dekolte dhe detaje dantele, i ngjashëm me fustanin e princesës Diana në Met Gala 1996. Fustani u krijua nga Guram Gvasalia, i vetëm me skotur dhe u qep me dorë, duke i dhënë një stil elegant. Rodriguez mbante gjithashtu një gjerdan të madh diamantesh nga Chopard, inspiruar nga Diana. Ajo e quajti mbrëmjen një natë magjike dhe falenderoi Zotin, familjen dhe ekipin e saj për mbështetjen.